Gara në qarkun e Tiranës për shpërndarjen e mandateve tani po zhvillohet edhe në kampin socialist. Emra të rëndësishëm si Blendi Gonxhia, ministri i Brendshëm Hoxha apo senator si Erion Braçe, Fatmir Xhafai, duket se kanë siguruar një vend në parlament, ndërsa mes kandidatëve burra ka një garë mes Orlando Rakipit dhe Xhemal Qefalis pasi ndahen nga qindra vota. Përveç Qefalis, që mund t'i mungoj parlamentit të ardhshëm, emri më i rëndësishëm mes socialistëve është Pandeli Majko shumë larg me vota. Për të ruajtur kuotën gjinore nga 7 deputetët e PS-s në listë të hapur, 2 duhet të jenë nga kandidatet gra. Kjo e ka bërë shumë të fortë garën mes socialistëve. Anila Denaj ka një avantazh të rëndësishëm dhe është në rrugën për ta siguruar mandatin e ligjvënëses, ndërsa vendi i dytë i rezervuar për gratë është objektivi i arritshëm i shumë të tjerave. Kandidatja më e re socialiste, 20 vjeçaria Casey Elezi, është vetëm pak vota përpara deputeteve aktuale Blerina Gjulameti dhe Olta Xhaçka, ish ministre jashtme dhe mbrojtjes. Më shumë mundësi, deputetja e 7 e socialistëve për Tiranën do të vendoset mes këtyre emrave. Përveç Xhaçkës që rrezikon, janë edhe shumë emra të tjerë që me shumë gjasa nuk do të jenë mes deputetëve të legjislaturës 2025-2029. Ish ministrja e drejtësisë Tilda Gjonaj, kryetaria e Komisionit Parlamentar të Politikës Jashtme Mimi Kodheli, nënkryetaria aktuale e Kuvendit Ermonela Felaja, apo kryetaria e Komisionit të Ligjeve Klotilda Bushka do t'i mungojnë kuvendit.